Titujt kryesor të gazetave e mërkur 9 mars, Panorama, zbardhen tarifat, ligji i ri siguracion me detyrim për çdo shtëpi. Banka Botërore dhe AMF bëjnë gati draftin për sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet të gjitha banesave. Sa do të jetë pagesa sipas zonave? Kadare, pse vrasin gratë shqiptare? Arsyet nga ndikimi turk osman tek identiteti evropian. KGS rrëzon grupin Blushi, s'ka shkelje me mandatin e kryetarit. Shkolla e policisë, 5.000 aplikant për 300 pranime, datat e testimit. Reforma në drejtësi, Meta, duhet dialog, PD, s'ka kushte. Kulti i dhunës, rilinësit dhe shteti, autocensura si pengi diktaturës. Kriza nuk zgjidhet me krizë. Gazeta Shekulli. Kongresi vendos për kreun e PS-s, Komisioni i Garancive Statutore jep vendimin final rreth mandatit të kryetarit. Kërkesa e 12 anëtarëve të kryesisë së PS-s, komisioni rrëzon Blushin. Meta duhet vullnet për reformën në drejtësi. Dekriminalizimi ligj shënderues do ta përfundoj mandatin tim. Deputeti i PS-s Koço Kogdhima komenton vendimin për mandatin, akuzat e PD-s dhe pse nuk duhet pranuar ligji imponuar nga Sali Berisha me shantazh. 2 vendime me 22 vite burg në Itali, pranga për të tretën herë Kajollit. Kthesa e fshehtë e Merkelit. Vrasja e Gazçollakut, gjurmët e gjakut nuk janë të Denis Shtrazës. Ministria, pagat e mësuesve, kriteret e reja për shtesat. Mita Tola, plani për shkrirjen e komisionit patentave. Festa 8 marsi, batutat e Ramos me gratë e PS-s. Studimi, faktet si duan të na marrin Skënderbeun Maqedonët. Gazeta Shqiptare, dua $12 milion. Arabi Yasin Kadi pa ditë Shqipërinë. I akuzuar si financuesi Al-Qaedës hedh në gjyq qeverinë për pronat. Shkolla e policisë, struktura dhe datat e testit për 5.000 aplikant. Patrulla e përgjithshme, kush merr 70% të pikëve kalon. Shkollat artistike dhe gjuhët e huaja, pranimi do të bëhet me konkurs. O nën, o grua. Byraja kombëtare e hetimit me defekt që në lindje. Konsumi bie në nivelin më të ulët që nga viti 2003. Rama paqe me Daden, thumbon Blushin, në PS s'ka kriminal. Pranga Fatmir Kajollit në Itali u dënua me 22 vjet burg. Urdhri Beqajt mamografia pa pagesë për gjitha gratë. Gerta Mahmuta i bëj muzikë për veshët, jo për syt. Pronarët në Durrës, emrat dhe vendimet e gjykatave. Shqiptarja.com, pensioni, ja kërkesa që duhet plotësuar, zbardhet formulari ISSH-s për aplikantët, 5 dokumentat që duhen për kërkesën paraprake, çfarë duhet të dinë personat që janë në prag të daljes në pension dhe si do të plotësohet formulari. Sigurimi i detyruar nga tërmetet edhe përmbytjet. Shprehet KGS për kryetarin vendos Kongresi i Partisë Socialiste. Yasin Kadi kërkon 15 miliard lekë dëmshpërblim nga shteti shqiptar. Italia si ndahet Fatmir Kajollit, një në 22 vitet e burgut. Historia rrëfehet personazhi real Ismail Kadares. Kuvendi dorëzon Kogdhimën. Erion Braçe, i papranueshëm sulmi Koços ndaj Veliajt. Drejtësia, Meta, kemi arritur konsensus për 90% të paketës. Gazeta Dita, Kurthi Otonoi. Përgjigje ekspertes greke Anastasia Strati për kufirin detar, loja me një shkëmb ujor dhe dinakria me nenin 10 në gjirin e Korfuzit. Si është dorëzuar shtetit grek një pjesë e territorit kombëtar tok ujë ajër? Çfarë duhet ketë parasysh pala shqiptare gjatë rinegocimit të ujrave detare nga Beqir Gërbi? Paris 79, kush ishte hierarku i UDB-s, Kushëriri ish ministri të PD-s. Fletoria e zezë, kush duke befa Sali Berisha në ditët e fundit të Usnikapos, historia e panjohur e 2 vëllezërve nga Shishtaveci. Mero Baze, Blushi si Gens Polo në 99-ën kur kërkonte Medo e mos sherr. Vargjet, shtëpia Buzlanës dhe talebanët e Afganistanit. Apeli i pacientes na rimburso fishat e diabetit o shtet. Konkurimi, dalin datat e testimit me shkrim për policët. Yasin Kadi kërkon $12 milion Shqipërisë, për çfarë festuan dje gratë dhe vajzat. Uran Butka, prototipi historianit pas pilafit. Gazeta Tema, kriza e refugjatëve, Tirana, negociata sekrete me Romën dhe Athinën. Editorial nga Mero Baze, ku ka të drejtë Blushi? Shqipëria meriton vlerësimin për shpëtimin e iranianëve në rrezik. Artur Zhej, edhe me konsensus ka reformë në drejtësi. Mentor Kikia, për 8 marsin dhe gratë që duan të bëhen vetëm deputete. Intervista Erion Braçe, Rama i dha dorën bën Blushit para incidentit për t'i dhënë një mesazh turmës. I akuzuari si financuesi i Al-Qaedës i kërkon Shqipërisë $12 milion dëmshpërblim. Imami shqiptar, frikë dhe dëshpërim për Sirinë, shteti islamik është kancer për Islamin. Të hiqet patenta pa ditë direkt në gjykat policit. Antena brenda familjes, urimet më pikante për 8 marsin, një dashuri mes Prishtinës dhe Beogradit. Gazeta Mavo, dorëzohet mazhoranca, mandati i Kogdhimës në kushtetuese, deputeti do jem në kuvend deri në 2017. Arrestimi i dytë për Fatmir Kajollin, Italia të vuaj 24 vite burg në Shqipëri. Liria fetare dhe shteti liberal, Shqipëria në rrezik deflacioni, ekonomia shuan motorët. Kualifikimi i mësuesve dhe kontrolli me kompetenca. 2 rreshta për 8 marsin dhe feministët. Shqipëria meriton vlerësim për shpëtimin e iranianëve në rrezik. Gjykata e PS-s vendim pro dhe kundër mandatit të Ramës. Nuk pan pallatin 12 katësh, arrestohen drejtuesit e INUV dhe ndërtuesi. Epiri bashkohet nga turizmi kulturor. Imami shqiptar, frikë dhe dëshpërim për Sirinë. Shqip, kryetari i PS-s sot dueli në asamble, Rama i përgjigjet kundërshtarit të tij të kriminalizuar e vërteta krejt ndryshe. Drejtësia, Meta, duhet bërë, tak brau e teproi për byron.
Rama i dha dorën Blushit në Elbasan. Parlamenti dorëzon kokëdhimën mandatin në dorë të kushtetueses. A duhet një byro me defekt që në lindje? Rekrutimet në polici, lista dhe datat e provimit. Bruçaj për imamët e veçpallur nuk i kontrollonin dot xhamit që drejtonin. Drejtësia italiane rikthon në burg Fatmir Kajolin. Trafikanti i drogës ishte informator i shish. Falimenton armë, bankat shesin rafinerinë dhe pasuritë. Inflacioni afër zeros në rrezik rritja ekonomike. Telegraf, përplasja e madhe në Asamblenë Socialiste. Kisha e Këlqyrës rëmben me tapi pronat e qytetarëve. Partneri më rëndësishëm Ilir Meta, Gjermania, mbështetja më e madhe e zhvillimeve të gjithanshme në Shqipëri. Agallarët e rretheve, ndërsa drejtuesit miliarder të qarqeve deklarojnë të varfër, një drejtues ka 28 apartamente. Strategjia pas kongresit nis dorëheqja e zyrtarëve të damkosur, zgjedhjet e parakohshme lokale mund të afrojnë ato parlamentare. Standard. Flet protestuesi, milioneri zirkon disha për ballë të varfërve që po gllabrojnë gjelbërimin. Ish kryeparlamentari Atopalli, pse ka debat brenda PD-s, opozita duhet ngjall shpresë. Instat, vendi po rrshqet në deflacion, rritja e çmimeve 0.2% në shkurt. Dita ndërkombëtare e gruas, shoqëria civile protest për barazit kuotës gjinore. Meta nuk ka kushte nga PD, janë 10 çështje, nuk duhet paragjykuar dialogu. Kulliçi, të rinj përmbysin çdo regjim, në prill mbledhim kuvendin e FRPDSH-s. Bashkia do të marrë 5 milionë euro shtesë tiranasve me taksën e re. Shpallen datat e testimit 5020 konkurrent në garë. Hasmëria në jetë dhe vrasja të vllajit, si lidhin në dasmë dy familjet në Gjak Gjereshfishta. 55 sot Asambleja Socialiste ose Blushi në giotin. Basha, Edi Rama hajduti 1.2 miliardë eurove po qeveris me krimin. Pyetja e ditës, a do të sjellë statuti privat i Ramos një lëvizje masive anti-edviniste në bazën e PS-s? Gjergj Geço, i dënuar i dytë nga Instituti i Shkencave. Gazeta Sot, Rama shtrëngon radhët pas përplasjes me Blushin, afron Gramoz Ruçin dhe i premton Artadates postin e ministres së brendshme. Mesazh të fortë Tahirit. Komisioni i Garancive Statutore lan duart me shkeljet në statut ja pason përgjegjësinë Kongresit. Endri Fuga kërcënon deputetin Kauboj. Eduard Ndocaj, do digjesh dhe ti si ben Blushi. Mimoza Afizi, Komisioni i Garancive Statutore nuk shprehet për mandatin e kreut të PS-s. Bevason Erion Braçe, Blushi u tregua agresiv ndaj socialistëve në Elbasan. Foli për interesat e veta. Zbardhe dokumenti kokëdhima për Asamblenë e re të PS-s, janë numri antarëve sipas bashkive dhe qarqeve, kriteret dhe kushtet për kandidatët, favorizohet vlora. Thellohet konflikti në kupolin e PD-s, Jozefina Topalli, Lulzim Basha e ka kthyer partinë OJQ, demokratët të pashpresë. Prokuroria merr në hetim drejtorin e rrugëve, hapet dosja e abuzimeve në Ministrinë e Transporteve. Erion Veliaj vazhdon të mbajë sekret projektin për parkun, vijon provokimet ndaj qytetarëve. Shembet byroja e hetimit PDLSI kundër varësisë nga Saimir Tahiri, ja drafti paralel me 10 pika për reformën në drejtësi. Ilir Meta kundër ekspertëve të Sorosit, drafti finalizohet nga Komisioni Euralius dhe Obdat, konsensusi e vetmja rrugë. 46 partitë e vogla rebelohen ndaj PD-PS frikë para zgjedhjeve të 2017-s, letër presidentit, parlamentit dhe ambasadorëve. Parlamenti godet Koçokokdhimën i kërkon gjykatës kushtetuese të heqë mandatin deputetit. Kreshnik Spahiu zbar skenarin e kafes me Blushin, Edi Rama priste radhën të ulej me mua. Koajon, Koço drejt gjykatës. Djetë, 8 mars, fest, batuta dhe humor. Ben Blushi po zgjon fashizmin. Edhe me konsensus ka reformë në drejtësi. Ilir Meta nuk kemi 11 kushtet PD-s, por vetëm 10 çështje për diskutim. Kokëdhimat e Fevziu mandati nuk ma heq dot njeri. Erion Velia 130.000 euro për 7 minuta as Ronaldo nuk i kërkon. Të pandehurit kreut muslimanëve Skënder Bruçaj spioni amerikanëve. RD, Matrapazi, fonde edhe nga azilet e pleqjve, mandati kokëdhimës mbërrin në kushtetuese. Ekonomia në deflacion, s'ka konsum se nuk ka para. Dënuari me 3 vjet burg emërohet administrator. Merkel për refugjatët, Shqipëria të siguroj kufirin. Venecia foli, pse e bllokon byron e hetimit. Hasia, taksa e arsimit, familjet dhe bizneset do paguajnë 15 milionë euro në 3 vjet. Sanders, kush është rivali i Hillaryt? Bilanci 2015, 1.2 miliard euro vjedhje e 1.2 miliard të tjera borxhe. Ballkan, alarmi sos, ekonomia rrshqet në deflacion. 3 buqeta për 3 gratë e Ramës nga çorapet e kuqjet e vendimit për martesë. Të përndjekurit, ja cilët do të përfitojnë kostin e 6. Letra kalares që ma dha Korrieri Fajardit për Amizalin. Si llogaritet pensioni në Shqipëri për emigrantët. Sport Express, Partizani i Çal. Ramadani nuk është si në kupë, luftojmë fort. Alarm dëmtimesh në apel mungojnë 6. Bojkoti zyrtarizohet, daja apel tifozëve, mos na braktisni. Josa shtyn polemikat, mendoj për Teutën. Grezdat e shpresat, Debiazi rrëfen sot pankinën e art. Ibrahimovic fikson Championsin Hiddink gati për historinë. Revolucioni Big 4 klube do të investojnë 750 milion. Itali, trajnerët italianë janë mjeshtrat e futbollit botror. Bayern gjën tjetër Hames, ja se si dështoj me Bonucin. Reali fotokopje, Roma jashtë, Wolfsburgu likujdon Gentin. Panorama Sport, revolte tifozëve, Tirana do kthesen me flamurtarin. Shkëmbi, Takaj, ja pra paskenat e krisjes të Skënderbeu. Partizani, Mazreka jashtë, zbardhet plani demave në Ballsh. Hoxha, më ngacmojnë shumë femra, por unë kam vetëm shoqe. Eksot të Vllaznia rebelohen femrat për 8 mars. Champions, fitore fotokopje, Reali eliminon Romën. Ibra acaron francezët, PSG super prej Katarit.
Juve si Barça Robben i mbysin për 90 minuta. Italia fryn gjoksin, i mësojnë futbollin botës. Handball, Letonia turpëron Shqipërinë 48-1.